Zëri ynë është një nga karakteristikat më personale dhe dalluese të identitetit ton. Ai na shoqëron në çdo bisedë, në çdo thirrje telefonike, në çdo moment kur duam të shprehim mendimet tona. Por sa shpesh ndalemi të mendojmë se çfarë mund të na tregojë zëri ynë për shëndetin ton? Ndryshimet në zë, veçanërisht ato që vazhdojnë për një periudhë të gjatë kohore, mund të jenë sinjale paralajmëruese të problemeve serioze shëndetësore, duke përfshirë edhe kancerin në fyt ose në gjëndrën tiroide. Në këtë material, do të eksplorohemi në thellësi 5 ndryshime specifike të zërit që mjekët dhe specialistët e laringologjisë i konsiderojnë si sinjale të mundshme për prezencën e tumoreve malinje në fyt ose tiroide. Është thelbësore të theksohet se këto simptoma nuk konfirmojnë automatikisht diagnozën e kancerit, por ato duhet të shërbejnë si një arsye e mjaftueshme për të kërkuar vlerësim mjekësor profesional sa më shpejt të jetë e mundur. Ndryshimi i parë, zëri i ngjirrur që nuk kalon. Ndryshimi më i zakonshëm dhe shpesh i pari që vrehet nga pacientët është zëri i ngjirrur ose i mbytur që zgjat për më shumë se 2 deri në 3 javë. Shumë njerëz e neglizhojnë këtë simptom duke menduar se është thjesht pasojë e një ftohje të zakonshme ose të një infeksioni viral që do të kalojë me kohë. Megjithatë, kur një zë i ngjirrur vazhdon përtej periudhës normale të shërimit, kjo mund të jetë një shenjë paralajmëruese e diçkaje më serioze. Kanceri i laringut, që është forma më e zakonshme e kancerit fytit, fillon shpesh në kordat vokale ose në strukturat përreth tyre. Kur qelizat kanceroze fillojnë të rriten në këto zona, ato ndërhyjnë në lëvizjen normale të kordave vokale. Kordat vokale janë 2 pëlhura të hollë të indeve që dridhen kur ajri kalon nëpër to, duke prodhuar zërin ton. Nëse një tumor fillon të rritet në ose pranë këtyre kordave, ai mund të pengojë lëvizjen e tyre të lirë, duke shkaktuar një ndryshim në cilësinë e zërit. Ajo që e bën këtë simptom veçanërisht të rëndësishme është karakteri i saj progresiv. Një zë i ngjirrur për shkak të një ftohje zakonisht përmirësohet gradualisht brenda 1 ose 2 javësh. Në kontrast, zëri i ngjirrur që shkaktohet nga një tumor malign prirën të përkeqësohet me kalimin e kohës ose të mbetet konsistentisht i njëjtë pas një përmirësim. Pacientët mund të vrejnë se zëri i tyre tingëllon më i thellë, më gërryeshëm ose më i dobët se normalja. Është veçanërisht shqetësuese kur ky ndryshim shoqërohet me mungesën e simptomave të tjera të një infeksioni të zakonshëm të sipërm të rrugëve të frymëmarrjes, si rrjedhja e hundës, kollitja ose dhimbja e fytit. Nëse dikush ka një zë të ngjirrur që zgjat më shumë se 3 javë pa asnjë shenjë tjetër të sëmundjes, ai duhet të konsultohet menjëherë me një mjek ose më mirë me një otorinolaringolog. Ndryshimi i tretë, ndryshimi i tonit dhe i cilësisë së zërit. Një ndryshim tjetër që duhet të ngjallë shqetësim është ndryshimi i papritur i tonit të zërit ose i cilësisë së tij. Njerëzit që njihen për një zë të caktuar gjatë gjithë jetës së tyre mund të fillojnë të vërejnë se zëri i tyre tingëllon ndryshe, shpesh më i ashpër, më gërryeshëm ose me një cilësi që përshkruhet si të fryrë ose me ajër. Kjo ndodh sepse tumori ndikon në vibrimin normal të kordave vokale. Në vend që kordat vokale të dridhen në mënyrë uniforme dhe të koordinuar, prania e një mase në ose pranë tyre shkakton një dridhje jo të rregullt. Kjo dridhje e çrregullt krijon atë që mjekët e quajnë disfoni, një term i përgjithshëm që i referohet çdo ndryshimi në cilësinë normale të zërit. Pacientët me kancer të laringut shpesh përshkruajnë se zëri i tyre tingëllon më i vjetër se sa është në të vërtetë mosha e tyre. Disa njerëz raportojnë një cilësi të dyfish të zërit, ku tingëllon sikur po flasin me 2 zëra në të njëjtën kohë. Ky fenomen ndodh kur njëra kord vokale është e prekur nga tumori dhe dridhet me një frekuencë të ndryshme nga korda tjetër e shëndetshme. Është veçanërisht shqetësuese kur ky ndryshim ndodh në moshën e mesme ose më vonë, kur zëri i një personi normalisht duhet të jetë i qëndrueshëm. Ndërsa ndryshimet e vogla të zërit janë normale me kalimin e viteve, një ndryshim i papritur dhe i dukshëm që ndodh gjatë një periudhe të shkurtër, muaj ose javë, duhet gjithmonë të hetohet. Në rastin e kancerit të tiroides që ka përhapje lokale, kompresioni i strukturave të fytit mund të shkaktojë gjithashtu ndryshime në rezonancën e zërit. Zëri mund të tingëllojë më i mbyllur ose me një cilësi që nuk është e zakonshme për atë person. Kjo ndodh sepse hapësira ku zëri rezonon është e ndryshuar nga prania e tumorit që shtyp indet përreth. Ndryshimi i katërt, lodhja vokale e shpeshtë dhe e papritur. Lodhja vokale
është një simptom që shpesh neglizhohet sepse shumë njerëz e përjetojnë këtë kohë pas kohe, veçanërisht pas përdorimit të zgjatur të zërit. Megjithatë, kur lodhja vokale bëhet një problem i vazhdueshëm dhe ndodh edhe pas përdorimit minimal të zërit, kjo mund të jetë një sinjal paralajmërues si një problemi më të thellë. Pacientët me kancer të laringut shpesh raportojnë se ndihen sikur duhet të bëjnë përpjekje të madhe për të folur. Ata përshkruajnë një ndjenjë të lodhjes në fyt pas vetëm disa minutash bisede. Disa njerëz vërejnë se zëri i tyre lodhet gjatë ditës, duke filluar relativisht normal në mëngjes, por duke u bërë gjithnjë e më i dobët dhe më i vështirë për t'u përdorur deri në mbrëmje. Kjo ndodh sepse kur ka një tumor në kordat vokale ose përreth tyre, muskujt që kontrollojnë këto struktura duhet të punojnë shumë më fort për të kompensuar për pengesën që tumori krijon. Imagjinoni të përpiqeni të mbyllni një derë kur ka një objekt që e bllokon atë. Do t'ju duhet shumë më shumë energji dhe përpjekje. E njëjta gjë ndodh me kordat vokale, kur një tumor ndërhyn në funksionimin e tyre normal. Lodhja vokale mund të shoqërohet edhe me një ndjenjë të përgjithshme të lodhjes në muskujt e qafës dhe të fytit. Disa pacientë përshkruajnë një ndjenjë tensioni ose të një pengese në fyt, që bëhet më e dukshme kur flasin. Kjo ndjenjë mund të jetë e lidhur me përpjekjen ekstra që trupi bën për të kompensuar për funksionin e dëmtuar të kordave vokale. Në kontekstin e kancerit të tiroides, lodhja vokale mund të shoqërohet me simptoma të tjera si vështirësia në të përpir ose një ndjenjë të presionit në qafë. Kur tumori i tiroides rritet mjaftueshëm për të shtypur strukturat përreth, përfshirë laringun ose nervat që e kontrollojnë atë, rezultati mund të jetë një kombinim i lodhjes vokale dhe disfunksionit të zërit. Ndryshimi i 5. Humbja e diapazonit vokal. Simptoma e fundit, por jo më pak e rëndësishme, është humbja e aftësisë për të prodhuar nota të larta ose të ulta në zë. Njerëzit që kanë qenë të aftë të këndojnë ose të ndryshojnë tonin e zërit të tyre lehtësisht, mund të vërejnë se nuk mund ta bëjnë më këtë. Zëri i tyre mund të bëhet monoton, i kufizuar në një diapazon të ngushtë të toneve. Kjo ndodh sepse prodhimi i notave të ndryshme të zërit kërkon lëvizje të koordinuara dhe fleksibilitet të kordave vokale. Kur një tumor ndërhyn në këto struktura, ai kufizon aftësinë e tyre për t'u zgjatur, shkurtuar ose për të ndryshuar tensionin, të gjitha lëvizje që janë të nevojshme për të prodhuar një diapazon të gjerë vokal. Për njerëzit që nuk janë këngëtar profesionist, kjo simptom mund të mos jetë aq e dukshme në fillim. Megjithatë, ata mund ta vërejnë kur përpiqen të këndojnë së bashku me muzikën ose kur përpiqen të imitojnë një ton të caktuar. Disa pacientë raportojnë se nuk mund të arrijnë notat që dikur i arrinin lehtësisht, ose se zëri i tyre thyhet kur përpiqen të flasin me një ton më të lartë se normalja. Humbja e diapazonit vokal është veçanërisht e rëndësishme sepse shpesh është një nga simptomat e hershme të kancerit të laringut që prek kordat vokale. Në fazat e hershme, kur tumori është ende i vogël, ai mund të mos shkaktojë ngizje të dukshme të zërit, por mund të ndërhyjë në lëvizshmërinë e plotë të kordave vokale, duke rezultuar në këtë humbje të aftësisë për të prodhuar një diapazon të gjerë tonesh. Kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore? Është thelbësore të kuptohet se asnjë nga këto simptoma në vetvete nuk konfirmon diagnozën e kancerit. Shumë kushtet e tjera, duke përfshirë nodujt benign të kordave vokale, laringjitin kronik, refluksin gastroezofageal ose edhe përdorimin e tepërt të zërit mund të shkaktojnë simptoma të ngjashme. Megjithatë, prania e këtyre simptomave, veçanërisht kur zgjasin për më shumë se 2 deri në 3 javë, kërkon vlerësim mjekësor profesional. Mjeku ose otorinolaringologu do të kryejë një ekzaminim të detajuar të fytit dhe laringut, shpesh duke përdorur një procedurë që quhet laringoskopi. Kjo procedurë përfshin vendosjen e një tubi të hollë dhe fleksibël me një kamerë në fund të tij, nëpër hund ose gojë për të vizualizuar direkt kordat vokale dhe strukturat përreth. Ky ekzaminim mund të zbulojë praninë e çdo anomalie, mase ose ndryshimi në strukturat normale të laringut. Nëse gjendet diçka e dyshimt, do të kryen teste të mëtejshme, duke përfshirë imazhe me CT ose MRI dhe potencialisht një biopsi për të marrë një mostër të indeve për analizë mikroskopike. Vetëm nëpërmjet këtyre testeve mund të bëhet një diagnoze saktë. Faktorët e riskut që duhen pasur parasysh. Është e rëndësishme të theksohet se disa faktorë rrisin riskun e zhvillimit të kancerit të laringut ose të tiroides. Për kancerin e laringut, pirja e duhanit dhe konsumi i tepruar i alkoolit janë faktorët kryesor të riskut. Kombinimi i këtyre dy faktorëve rrit në mënyrë eksponenciale riskun. Ekspozimi i gjatë ndaj substancave të caktuara kimike, azbestit ose rezatimit, gjithashtu rrit riskun. Për kancerin e tiroides,
historia familjare e kancerit të tiroides ose e sindromave të caktuara gjenetike, ekspozimi ndaj rrezatimit në fëmijëri dhe mosha, më e zakonshme në gratë midis moshës 40-60 vjeç, janë faktorë të rëndësishëm të riskut. Nëse dikush ka këto faktor risku dhe përjeton ndryshime në zë, është edhe më e rëndësishme të kërkojë vlerësim mjekësor menjëherë. Zëri ynë është më shumë se një mjet komunikimi, ai është një tregues i rëndësishëm i shëndetit tonë. Ndryshimet në zë, veçanërisht ato që përshkruhen në këtë material, nuk duhet të injorohen ose të trajtohen si të parëndësishme. Ndërsa shumica e ndryshimeve të zërit nuk janë të shkaktuara nga kanceri, është thelbësore që çdo ndryshim i vazhdueshëm të vlerësohet nga një profesionist mjekësor. Diagnostikimi i hershëm i kancerit të laringut ose të tiroides rrit ndjeshëm shanset e trajtimit të suksesshëm dhe të mbijetesës. Kanceri i laringut, që zbulohet në fazat e hershme, ka një shkallë mbijetese 5 vjeçare prej rreth 80-90%. Kur zbulohet vonë, kjo shifër bie dramatikisht. Prandaj, mesazhi kryesor është: dëgjoni trupin tuaj. Nëse vërehet ndonjë nga këto 5 ndryshime në zë, një zë i ngjirur që nuk kalon, humbje e volumit të zërit, ndryshimi i tonit dhe cilësisë, lodhje vokale e shpeshtë ose humbje e diapazonit vokal, dhe nëse këto simptoma zgjasin për më shumë se 2 deri në 3 javë, duhet të kërkohet menjëherë ndihmë mjekësore. Shëndeti i zërit ton është një pjesë integrale e mirëqenies sonë të përgjithshme. Duke qenë vigjilent dhe duke vepruar shpejt kur vërehet diçka e pazakonshme, mund të bëhet një ndryshim i madh në rezultatet shëndetësore dhe në cilësinë e jetës.